Pamje të rënda dhe të papranueshme kanë qarkulluar ditën e sotme në rrjetet sociale, ku protagonist është Miri, pas një debati të ashpër me Kristin brenda shtëpisë së Big Brother. Debati mes dy banorëve ka qenë i shoqëruar me tensione të forta verbale, por situata ka eskaluar në momentin kur Miri është larguar nga biseda. Në videon, që tashmë po bën xhiron e rrjeteve sociale, ai dëgjohet qartë teksa murmurit me zë të ulët një frazë fyese ndaj familjes së banorit tjetër, një shprehje që konsiderohet shkelje e rëndë e kodit etik. Menjëherë pas publikimit të pamjeve, reagimi i publikut ka qenë i ashpër. Qindra ndjekës kanë shpërthyer në komente, duke kërkuar masa të menjëhershme nga vëllai i madh, përfshirë Zarfin e Zi, ose edhe skualifikimin e Mirit nga gara. Sipas rregullave të formatit, përdorimi i gjuhës ofenduese dhe përfshirja e familjarëve në debate konsiderohet shkelje serioze, çka ka shtuar presionin ndaj produksionit për të marrë një vendim të qartë. Tashmë mbetet për tu parë nëse produksioni do të reagojë me masa konkrete apo nëse kjo situatë do të kalojë pa pasoja, duke ndezur edhe më shumë debatet për standardet e trajtimit të banorëve brenda shtëpisë.